Të nderuar miq, vëllezër dhe motra, selam aleikum, mirë se takohemi. Erdhi momenti që të jemi në një rrëfim të radhës, në rrëfime profetike, ngjarje të popujve të hershëm, të cilat pejgamberi selam ja ka transmetuar dhe ja ka shpjeguar ngjarjet dhe urtësitë e tyre shokëve të tij. Ngjarje të cilët vijnë po kaq të rregullta dhe po kaq konkrete edhe në ditët tona. Çfarë përfitojmë për këtyre historive dhe cila do të jetë ngjarja e radhës. Kemi zgjedhur sot të veçohemi me ngjarjen e cila quhet si historia, si plaka e judejve, plaka e Beni Israilve. Ka një ngjarje interesante me një plak, me një grua të moshuar, edhe pse emri i saj nuk dihet, cili është personazhi, mirë po ngjarja dhe po themi kërkesa dhe ambicia e saj është ambicie e cila është e veçantë për gjithë ne që jemi të rinj dhe për çdo kategori. Për të mësuar më tepër rreth kësaj ngjarje do të jemi sot me hoxhën e nderuar me Kalaja. Selam aleikum, hoxh, mirë se vini. Aleikum selam, mirë se gjetëm. Po, cila ishte kjo plak që ka habitur, po themi, gjithë botën? Ka habitur botën dhe domethënë edhe shokët e profetit alayhis salam i bëri shumë kurioz kur tha a nuk mundi ky të ishte aq i mençur sa plaka e judejve. Si e rrëfen profetin e selam? Abu Musa al-Ash'ari tregon se ishin ulur një ditë bashkë me profetin sallallahu alaihi wasallam dhe vjen një beduin, domethënë një që nuk jetonte për banorëve të Medinës, nuk jetonte në qytetin e Medinës dhe i kërkon pejgamberit alayhis salam, thotë kam ardhur të kërkoj prej teje diçka. Thotë profeti kërko ç'të duash. Tha unë dua 2 dhi edhe një dele me qumësht. Tha profeti alayhis salam jepjani atë që kërkon. Pastaj e u largua iku. Profeti alayhis salam ju drejtohet shokëve të tij. A nuk ka mundësi ndonjëherë për ju që të jetë aq i mençur saç u tregua e mençur plaka e judejve? Tha në dërguar Allahu, ç'është historia e plakës së judejve? Për këtë beduin kjo ishte një moment special që mund ta shfrytëzonte, mund të ishte momenti i jetës së tij. Profeti tha kërkosh të duash. Kam marrë të kërkoj diçka, kërkosh të duash. Tha në dërguar Allahu, po si është historia e plakës së judejve? Tha profeti sallallahu alajhi wasallam, kur u nis Musa alayhis salam me popullin e tij për të dalë nga Egjipti, humbën rrugën dhe nuk po orientoheshin. Dietarët e popullit të tij i thanë, ose njerëz të mençur, njerëz të urtë, thanë o profeti i Zotit, Jusufi, profeti i mëhershëm, neve na ka vënë në be, pra si më thënë jemi betuar që nuk do të largohemi nga Egjipti pa e marrë trupin e tij. Amaneti i Jusufit alayhis salam. Atëherë tha profeti, po kush e din ku është varri i Jusufit alayhis salam? Thanë e di vetëm një plak. Tha profeti i Zotit Musa alayhis salam, atëherë na çoni tek kjo plak, tek kjo grua e moshuar. Kur vajtën atje, i thanë, oj nën, ti je vetmja që e di se ku është varri i Jusufit dhe ne nuk po orientohemi dot, vetëm se të marrim me vete trupin e Jusufit. Tha, po unë ua të regoj, ama kam një kusht. Dua diçka. I tha Musa alayhis salam, cila është dëshira jote? Çfarë dëshiron? Tha, unë dua që të jem bashkë me ty në të njëjtën grad në xhenet. Pra kuptoj shansin që i erdhi plak. Kuptoj që ishte përballë profetit i Zotit dhe dua dhe lutjet e Zotit pranohen. Musa alayhis salam stepi i vjen inspirimi nga Zoti, plotsoja dëshirën. Pra thuaj që po. I thot Musa alayhis salam po. I mori dhe i çoi pranë një gjoli, tha largoni ujin dhe nën ujë, pra si duket ishte gjol vendi aty, zbuluan, si më thon, kufomën ose trupin e Jusufit alayhis salam, e mbështollën dhe e morën me vete, dhe në momentin që e morën me vete, rruga ju ndriçohet, edhe e ditën domethënë se cila është rruga për të dalë, premtuar dhe njëkohësisht ju kishte obliguar që të dalin nga Egjipti në atë kohë. Domethënë profeti alayhis salam u përball me një situatë, pastaj bëri një analizë mbi atë që u tha dhe ndodhi. Normalisht që kjo ngjarje ka 2 gjëra interesante, që unë po i them si fillim. E para është se profeti alayhis salam e shfrytëzonte të gjitha
mundësitë për të dhënë, si më thënë, mesazh, për të dhënë mësim, do të thonë nuk kishte situatë që i kalonte pa i bërë komentin ose pa i bërë analizën, do të thonë, e para. E dyta, jeta e njeriut është mbushur me raste që nëse njeriu shfrytëzon, atëherë ai do të ketë sukses shumë të madh. Për këtë arsye, do të thonë, jeta e njeriut faktikisht edhe ajo është vetë një rast, është një shans që po shfrytëzove mirë, e fiton davan në botën tjetër. Po edhe në jetën tonë përditshme, njeriu ka disa momente që nëse i shfrytëzon mirë, si më thënë, nuk ka vend për naivitet, nuk ka vend për ambicia duhet të jetë lartë. Ambicia duhet të jetë lartë, dhe njeriu do të jetë i vëmendshëm, do të jetë, si më thënë, do të jetë shumë korrekt, do të jetë shumë i zgjuar në mënyrë që në momentin e parë mos i ikin. Se duket sikur ngjarja përsëri. Pra, diferenca mes popullit Musait dhe popullit Muhamedit alayhis salam ishte shumë e madhe. Po përsëri vin disa shanse të njëjta dhe prap kemi njerëz cilët le të japim një shembull për shembull nga jeta. Dikujt i jepet mundësia të bëjë haxhin. As thosë të marrë edhe ca punë sa ti ndërkohë që ai faktikisht ai fetarisht e ka për obligim ta bëjë haxhin dhe haxhi nuk pret që ti të martosh fëmijët apo të bësh dekatin e dytë të shtëpisë apo që ti të nxjerrësh edhe shtetësinë amerikane apo kanadeze. S'ka lidhje, haxhi duhet bërë në momentin që në momentin e parë që të jepet mundësia, duhet bërë, domethënë. Pra janë shumë gjëra që neve na ndodhin, domethënë që ne i neglizhojmë ose e ulim shumë nivelin. Për këtë arsye pejgamberi sa më tha, kur të kërkoni për Zotit, kërkoni xhenetin Firdaus. Pikërisht këtu desha të ndalesha pak. Ne nuk kemi mundësi që po themi të jemi përballë profetit alayhis salam dhe të jemi ambicioz me të. Ti kërkojmë atij që o i dërguari i Zotit, lutu për ne, për familjen tonë etj. Mirë, po kemi mundësi që të jemi përballë Zotit. Në këtë rast siç e kemi mësuar për se kur personi është namaz, ai komunikon me Zotin e tij. Zotin, kur është në sejdë është më. Çfarë duhet kërkojmë dhe si duhet t'i qasemi, po themi, lutje ose komunikimi ton me Zotin ton, duke frymëzuar nga kjo ngjarje. Po, domethënë ne nëse do të shfrytëzojmë ato lutjet e bukura të profetit alayhis salam, faktikisht i kemi kërkuar të gjitha. Për shembull siç është lutja Rabbena atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. O Zot, na jep mirë në këtë botë, mirë në botën tjetër. O Allah, o Zoti im, unë kërkoj prej Teje çdo gjë të mirë që ka kërkuar prej Teje profeti Muhammed alayhis salam. Dhe kërkoj mbrojtjen të mëruash për çdo gjë që ka kërkuar mbrojtjen për të profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Pra janë disa lutje, janë disa dua, ose janë disa momente që njeriu i përjeton, domethënë, dhe në ato momente është mirë që të lutet për atë që është më rëndësishme. Për shembull, jeni në një moment që është nat kadri. Dhe është një moment që njeriu po e përjeton shumë duan dhe lutjen. Mos e ul pjacën. Kërko o Zot më fal gjitha gjunat. Këtë bësh me një Zot i cili i plotson gjitha duat. Është ditë Arafati, je në Arafat për shembull, ose je duke bërë tawafin rreth Ka'bes. Mos i zmadho gjërat për Zotin, tek Allahu nuk ka gjë të madhe. Mund të t'i fali të gjitha dhe s'do t'ia di për gjunat që ti ke bërë dhe për mëkatet që ti ke bërë. Po kështu edhe një jetë jepet në mundësi për të marrë bekimin e një njeriu të moshuar, për të marrë uratat e prindit, për të marrë si më thon lutjet e jetimëve etj, mund të jetë diçka e vogël, mund të jetë diçka e thjeshtë, mirë po kënaqësia dhe gëzimi që fut në zemrat e njerëzve nuk ka çmim, nuk ka peshë, domethënë. Kështu që njeriu, domethënë, në momentet më të volitshme, siç e tha nëna besimtarëve, pejgamberi ai sa thau pejgamberi i Zotit, nëse e ndjej që është nata e Kadrit, sepse nata e Kadrit ka një lloj qetësie, ka një lloj sinjali, domethënë që njeriu atë natë ndihet çuditërisht si më mirë se sa çdo natë tjetër. Nëse e ndjej, sepse sahabët e kanë pasur natën e Kadrit, çdo natë në 10 netëshin e fundit të Ramazanit. Tha, nëse e ndjej se është nata e Kadrit, çfarë të lutem, urdhno. Ja ky që tham ne shfrytëzo rastin. Tha, quli Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Thuaj, o Allah, ti je falës, e do faljen me fal mua. Pra, kulminacioni kush është që të fali Zoti? Po pse? Nëse Zoti të fal, jeta e kësaj bote ka për të bërë mbar, furnizimi ka për të qenë i bollikshëm. Jeta e botës tjetër do të jetë mbar. Zoti i Madh do të lirojë nga të gjitha streset, nga të gjitha sikletet, nga të gjitha brengat, do të çlirojë Zoti, se po qepa gjunahe, siç e tha Zoti në Kur'an, "Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak." Mëkati dhe gjunahu ta kishte rënduar shpinën e Muhammed. Me faljen që ty Zoti të bëri, ta lehtësoj edhe shpinën. Ky lehtësimi i shpinës nuk është kusht që njëri që është gjunafqar patjetër duhet të jetë i korrusur. Ai është i korrusur psikologjikisht. Ai është i rënduar mendërisht, është i rënduar, ai mëkati ka atë energjinë e vet negative që e man njeriu në peng, nuk e lën njeriu të jetë i lirë, nuk e lën njeriu të jetë aktiv. Ky është kuptimi. Pra,
Profeti alayhis salam e orientoi nënën e besimtarëve për gjën më të mirë që mund të lutej, sepse e thau profetit e Zotit, nëse është natë kadri, për çfarë lutem? Domethënë natën e kadrit lutjet janë me shpresën e Zotit gjitha të pranuara. Atë çfarë lutem unë? Tha ti thuaj këtë, sepse po u rregullu kjo pjesë është rregulluar gjithçka. Ose siç tham hadithin e xhenetit apo siç tham për shembull mes qoshës i Yemenit dhe gurit të zi. Çfarë lutje duhet bërë në atë moment? Thot Rabbena atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. O Zot na jep mirë në këtë botë, të mirë në botën tjetër dhe na ruaj për dënimin. Kjo dua faktikisht i përmbledh të gjitha nevojat që njeriu ka në dynjën e të mira në këtë botë, ma bjerë marr në këtë botë. Të mira në botën tjetër, s'duhet vujë në botën tjetër, edhe sidomos specifikisht xhenemin, o Zot më ruaj prej zjarrit të xhenemit. Pra ideja është domethënë njeriu duhet të jetë kërkues ndaj vetes tij, duhet të jetë ambicioz, duhet ta ngrej atë, si më thën, pjacën e kërkesave të tij, e lutjeve të tij, po edhe në jetë domethënë kur të jepen dy alternativa. Mos shko tek ajo që është më lehtë ose tek ajo që nuk ka ndonjë përfitim të madh prej saj. Është e vërtetë që ka alternativa në jetë që të lodhin, mirë po është më mirë edhe pse lodhesh pak. Për shembull, të japim një shembull. Profeti alayhis salam tha, kush e fal sabahun në xhami, rrin duke përmend Zotin deri në lindjen e diellit dhe mbas lindjes diellit i fal 2 rekat namaz, do të thonë mbas të kaluar ajo koha, thot Allahu do t'i japë shpërblimin e haxhit dhe të umres. Pra diçka që është e vërtetë, domethënë që është mas sabahut, kohë qetësie etj. Mirë, po nëse njeriu e shfrytëzon si rast, e shfrytëzon shpërblimi. Ndërkohë që ti, domethënë e nis ditën tatë me haxh dhe me umre të bër, ndërkohë që njerëzit e tjerë nisin për xhumesh, kush është zgjuar mirë dhe kush nuk është zgjuar mirë dhe shumë prej tyre zgjohen 1 orë apo 2 orë pas e kanë vajtur në punë, sepse jeta e tyre ashtu ka nis për xhumesh, ndërkohë që besimtari ka nis me sabahun, ka përmend Zotin, ka fituar energji pozitive domethënë. Atë është gjë krejt tjetër. Ndërkohë është edhe një ngjarje e ngjashme që dhe dikush i ka kërkuar pejgamberit që të jetë bashkë me të në xhenet. Edhe kjo ka qenë një lloj gare dhe sfide. Nëse ta risjellim. Po, hadithi i njohur, hadithi i Ukashës, mos gaboj. Jo, ai Ukashës është hadith tjetër, ngjarje tjetër dhe atë e përmendim. Ai që përpara kësaj desha të them që kjo ngjarje që e ka përmendur profeti alayhis salam përmendet edhe në librat e mëhershëm, përmendet në Dhjatën e Vjetër, në librin e Zanafillës, aty tek kapitulli 50, po kështu edhe tek libri i Daljeve, kapitulli i 13. Është ngjarje e njohur edhe tek 50-19, të tjera, libra të tjera. 50-19, kurse këtu është 13-28 ose 22-23, po. Përmendet e njëjta ngjarje. Domethënë Musa alayhis salam në rastin e librit të Daljeve përmendet ngjarja që s'po gjenin rrugën, edhe thjesht njerëzit e urt i thanë dhe dietarët i thanë që duhet marrin patjetër kufomën e Jusufit. Ndërsa tek libri i Zanafillës, Jusufi alayhis salam para vdekjes u ala amanet dhe i bëri që të betoheshin në Zot se nuk do të dalin prej Egjiptit pa marr kufomën tënde me vete. Pra kjo është interesante, domethënë se kjo tregon se burimi është i njëjtë. Pra profeti alayhis salam ka folur 600 vite mbas Isait, i bie 2000, domethënë i bie 2000 sa vite domethënë nga koha e Musait alayhis salam dhe domethënë gjërat janë shumë korrekte, gjërat janë shumë fikse, normalisht artikulimi etj. Ndërsa ngjarje të tilla kanë ndodhur në kohën e pejgamberit alayhis salam, siç është hadithi i atij sahabiut të nderuar i cili thotë vazhdimisht i bëja ndonjë shërbim pejgamberit alayhis salam. Një natë çohet pejgamberi alayhis salam dhe unë ndjeva që pejgamberi ishte çuar dhe shkoi gjej ujë dhe i çoi ujin për të marrë abdes. Pejgamberi sa kur më pa kështu tha, kërko çfarë do prej meje? I thash o pejgamberi i Zotit, unë dua prej teje që të jem bashkë me ty në xhenet. Tha pejgamberi, po kërko diçka tjetër. Pra sahabët ambiciozë gjithmonë, prandaj është brezi më i lartë. Tha, po kërko diçka tjetër, domethënë nuk i kisha qëllim këtu. Tha o profeti i Zotit, ti më the kërko dhe unë kërkova atë që tha buzëqeshi profeti alayhis salam dhe tha, po edhe ti duhet më ndihmosh mua duke bërë sa më shumë sejdë. Ose rasti i Ukashës, një ditë thot profeti alayhis salam futet në xhami dhe i gjeti njerëzit duke biseduar dhe tha që Zoti i Madh më paraqiti ummetin tim, botën tjetër, krahasim me ummetet e tjera ishte shumë, domethënë i madh në numër. Pastaj tha, nga ummeti im, Zoti më njoftoi se 70.000 do të hynë në xhenet pa hesab, pa llogari. Edhe profeti futet në shtëpinë e tij. Filluan njerëzit ta bisedonin kush mund të jenë këto 70.000 njerëz.
dikush thoshte atë që kanë lindur në Islam, dikush thoshte atë që se kanë bërë ndonjëherë shok Zotit, dikush thoshte shokët e profetit, atë që kanë parë profetin e meritojnë këtë grad, domethënë. Më vonë profeti del dhe I gjeti njerëz në diskutim, tha për çfarë po flisni? Tha ne po flasim për atë që ti na the, po diskutojmë kush mund të jenë ata. Tha profeti alayhis salam, ata 70.000 do të jenë ata të cilët nuk kërkojnë të yshten pa arsye, janë ata të cilët nuk e përdorin djegjen si kurim vetëm se në rastet ekstreme, janë ata të cilët I mbështeten Zotit dhe janë ata të cilët nuk ndikohen nga besytnit ose nga le të themi këto besime supersticioze. Në atë moment çohet njëri prej sahabëve që quhej Ukasha ibn Muhsin, tha profeti Zotit, bëj dua Zotit që unë të jem një nga 70 mishja. Tha profeti alayhis salam, po ti do të jesh prej tyre. Çohet një tjetër, thotë, o profeti Zotit, lutu dhe për mua. Tha profeti alayhis salam, ta mori Ukashja. Ta kaloi pra, ishte pak më ambicios, më I shkat. Dhe me të vërtetë, domethënë, I gjejmë sahabët, shokët e profetit alayhis salam, jo vetëm në këto dy raste, por gjithmonë, për shembull, për gjëra të bukura që tregohet, kur ka ardhur Ebu Mesud Thaqafi, njëri prej Kurejshitëve, ka ardhur për të bërë tentativat e para të marrëveshjes së Hudejbijës. Thot, mbasi është kthyer në Mekë, thot atë që kam parë, se si e respektonin, se si e donin, se si e nderonin shokët e Muhamedin alayhi salatu selam, ne themi alayhi salatu selam, pa nuk ka thënë në atë kohë alayhi salam, unë nuk e kam parë këtë as që ta bëjnë, domethënë, obortarët me mbretin, as fëmijët me prindin. Ishte një raport, një shembull I padëgjuar. Se ato e dinin shumë mirë që ti je afër profetit alayhi salatu selam, kënaqësia e profetit alayhi salam, shërbimi ndaj profetit alayhi salam është direkt kënaqësi për Zotin e gjithësisë. Për këtë arsye, domethënë, në rastin kur është qetur pejgamberi alayhi salam, nuk I kanë lënë flokët e pejgamberit sa të binë në tokë. Kur pejgamberi sa domethënë do ta hiqte një rrobë, për shembull që nuk do ta përdorte, e merrnin me njëherë sahabët radhiyallahu ta'ala. Pra mundoheshin që mos toleronin të tilla gjëra, domethënë, dhe të ishin garues në çdo gjë që kishte të bënte me profetin alayhi salatu wasalam. Pra, garues sepse ky ishte një moment I rrallë në historinë e njerëzimit. Po, normalisht. Dhe këtyre ju ndodhi kjo, ju dha kjo mundësi që të ishin përballë. Për shembull, ka shumë prej sahabëve që kur kanë ndruar jetë, kanë porositur që ato fijet e flokut që I kanë marrë nga pejgamberi sallam, si në këtë rast, ti vendosin në qefinin tim. Sepse profeti alayhis salam dhe çdo gjë që ka të bëjë me profetin alayhis salam është e bekuar nga Zoti I gjithësisë. Është specifike për profetin alayhis salam. Specifike Nuk krijohet për njerëzit e mirë siç thonë apo për Jo, kjo është vetëm specifike profetit alayhis salam. Kështu që dua të them, domethënë, ai brez ka qenë I atill që domethënë në momentin më të parë që I jepej mundësia që e shfrytëzonte, nuk pyese a është sunet, a është farz. Absolutisht. A ka hapësira, ka mendime, si to idet e gjunave të mëdha, gjunave të vogla, farzeve dhe suneteve e pëlqyeshme, gjithë këto janë, domethënë, Zot na fal, po janë terma që kanë lindur edhe nga lodhja apo përtatësia, ose të paktën të bëj farzin, ndërkohë që ata, domethënë, jeta e tyre ishte, domethënë, nuk kanë pas nevojshme të bëjnë këtë ndarje, nuk kanë pas nevojë të bëjnë këtë ndarje. Për gjëra interesante shumë që tregohet, është një hadith që quhet hadithi muselsel. Hadithi muselsel është transmetuesi I hadithit dhe gjithë transmetuesit e hadithit mbasi e transmetojnë hadithin, bëjnë një ngjarje ose një veprim, ose thonë një fjali dhe jo është ka ardhur. Thot për shembull, hadithi 12 rekateve në ditë natë. Hadithi 12 rekateve në ditë natë tregon nëna e besimtarëve. Thot nëna e besimtarëve, nuk e kam lënë këtë punë, qysh nga dita që kam dëgjuar profetin alayhis salam. Transmetuesi për nënës besimtarëve thot, dhe unë thot nuk e kam lënë këtë punë, pra punën me këtë ditë 12 rekate. Nga dita që dëgjoj nga nëna e besimtarëve. Thot, deri tek imami I cili e ka regjistruar, thot, dhe unë thot nuk e kam lënë këtë ditë, qysh momentin kur e kam marrë dhe kam regjistruar këtë ditë. Do shif domethënë momentin që bëj fjalë për xhenet, momentin që bëj fjalë për mirësi dhe për bekim, garonin dhe nuk kanë pas atë ndarjen e rëndomt që ne I bëjmë sot gjërave. Edhe në haram e njëjta gjë domethënë nuk gjen tek ata pyet, për këtë arsye koncepti I haram dhe mekruh është koncept më shumë juridik ose është më shumë koncept, le të themi, I shkencave të fikut se sa praktik në kohën e sahabëve, në brezat e parë. Përkundrazi, ndër brezat e parë, ne do ta gjejmë që fjala mekruh
Kur thuhet me kru, bëhet fjalë edhe për haramin, pra nuk bësh ndonjë dallim të ndarje e qartë, diçka që pa përfshirë haram. Kur thuhet synet, ne kemi në transmetime, ato faktikisht thonë është syneti i profetit, mirë po kanë për qëllim është vajxhib, ka transmetim. Themin e ne për shembull ndajmë lëmoshën në zakat, i detyrueshëm të sadaka, ndërkohë që në Kur'an i quhet zakati sadaka, sepse faktikisht në konceptin e përgjithshëm është bamirësi, është lëmosh. Mirosh, ne shkputemi pak momente dhe rikthehemi përsëri pas pak momentesh. Ndërmiq një shkputje e shkurtër dhe vjen përsëri në pjesën e dytë. Vjem në këtë pjesë të dytë miq dhe po flasim për rrëfimin e profetit alayhis salam mbi plakën e Beni Israilve, një ngjarje e cila i ka habitur shokët e profetit alayhis salam dhe një ngjarje e cila vlen edhe për ne, vlen si një frymëzim dhe si një reflektim mbi momentet e veçanta. Hoxh, ju përmendet aty se trupin e profetit Jusuf ata e morën. Ndërkohë ai ishte trup, ai ishte kufom, ai ishte kocka, pra kurioziteti është që a treten trupat e profetëve, sepse ne kemi dëgjuar që nuk treten. Po, ka një hadith që thotë Zoti ja ka bërë haram tokës, pra ja ka ndaluar, pra ligji i Zotit është që toka nuk e tret trupin e profetëve. Mirë po faktikisht në disa transmetime të hadithit thotë dhe i morën kockat e Jusufit. Faktikisht kur thuhet kocka nuk është për qëllim gjithmonë kocka, por është për qëllim edhe trupi, domethënë. Për këtë arsye në transmetime të tjera thuhet kufoma e tij, pra është gjithë trupi i Jusufit alayhis salam, nga që siç e tham, profeti alayhis salam ka thënë Zoti e ka ndaluar, pra ligji i Zotit është që toka nuk mund të tresë trupat e profetëve, pra nuk mund të tresë, nuk i tret domethënë. Ai mund të thahet si trup, le të themi, unë për shembull si e konceptoj, ai mund të thahet si trup, normalisht nuk mund të jetë në gjendjen njësoj si është sot, domethënë. Një trup i gjallë. Mirë po mbetet i ruajtur. Forma tipare. Po, absolutisht. Siç ndodh, për shembull, ka dhe raste, do të thotë që është parë që njerëz që janë varrosur prej kosh i kanë gjetur ashtu siç i kanë varrosur. Kështu që, domethënë, ky është kuptimi i hadithit sipas gjithë dietarëve që komentojnë hadithin. Pra, edhe pse në disa transmetime thuhet kockat, po domethënë kockat me kuptimin e kufomës, sepse domethënë gjuha arabe e lejon një lloj artikulimi të tillë, e lejon një lloj çështje gjuhësore. Ndërkohë me këtë ngjarje dikush mund të bëjë analogji që trupin ose trupat e të afërme ose të dashurit vet mund t'i zhvendosë dhe mund t'i rivarros në një vend tjetër. A lejohet kjo fetarisht? A është një ngjarje që e përligj një veprim të tillë? Shifse është punë. Ne këtu kemi të bëjmë me dy gjëra që nuk mund të bëjmë analogji. E para gjë, kemi të bëjmë me një shpallje nga Zoti. Jusufi alayhis salam kur ju tha atyre ju përbetoj që të merrni trupin tim kur të largoni nga Egjipti, ju dha atyre një sinjal nga Zoti se robëria nën tiraninë e Firaunit nuk do të jetë e përjetshme. Ju duhet të rregulloni punët mes jush dhe Zotit. E para gjë, dhe e dyta gjë, domethënë bëj fjalë për shpërngulje nga toka e Egjiptit në tokën e bekuar, që është toka e Palestinës, toka e Shamit. Kështu që nuk mund të bëhet analogji, sepse këtu kemi shpallje. Dhe përderisa ka shpallje është, domethënë, sektor, si më thonë, i pa interpretueshëm, është përjashtim. Ndërsa për sa i përket, domethënë, transportit të varrezave ose transportit kufomave nga një vend në një vend tjetër, nëse, domethënë, kjo nuk çon në lodhje, në dëmtim të familjarëve, mund ta bëjë një gjë e tillë nëse është trupi pra kufoma. Nëse është varri dhe këta duan për shembull varrin tani ta marrin, kanë ardhur nga filan vend, kanë ardhur në Tiranë për shembull, dhe duan të marrin te varret, kjo nuk lejohet. Vetëm në një rast lejohet. Nëse rrezikohet varri atje. Po mund të ketë rrshitje dherash, mund të ketë rrshitje ose mund të ketë kafshë të egra, apo mund të ketë njerëz që domethënë i përdosin varret etj etj, atëherë në këtë rast lejohet. Edhe në raste përjashtimesh, po si rregull nuk lejohet. Ndërsa si rregull thotë se kam thotë varrin e vllajt në filan vend, thotë du ta çoj ke babi dhe ke mami. Ta afrohet bashkë me idenë se ka lidhje, ç'lidhje ka? Ti mendon se po ti çosh aty afër do të fillojnë të bëjnë muhabet ata me njëri tjetrin. S'ka lidhje, gjithë secili ka jetën e vet, gjithë secili ka perceptimin e vet. Nga kjo ngjarje kuptojmë edhe një mësim tjetër se thua, pra mbajtja e amanetit. Pra Jusufi alayhis salam ju la, si është një amanet që trupin e tij ta nxjerrin.
dikush mund ta interpretojë që duhen mbajtur amanetet se po nuk i mbajtur amanetet nuk të hetës mbar, pra si një lloj mallkimi. Cili duhet të jetë raporti me amanetit? Faktikisht po të lexojmë ngjarjen, atyre nuk është se ju ra mendja tek amaneti, sepse Firauni po i ndiqte dhe ata po largoheshin, domethënë dhe po iknin fshehurazi. Mirë po nuk po gjenin rrugën. Kjo është ajo që thamë, është çështje shpallje kjo punë, sepse t'ishte për ata, ta dishin rrugën, ata e patën lënë Jusufin edhe babain e Jusufit. Mirë po ata nuk gjetën dot zgjidhje, edhe u kujtuan që ne nuk gjejmë dot zgjidhje sepse është një amanet për të çuar në vend. Normalisht që amaneti duhet çuar në vend. Normalisht që mos çuarja e amanetit në vend sjell pasoja. S'ka dyshim domethënë. Sepse ka një gjë, kur dikush ta lën amanetin, ti je njëri për dy njerëzve. O do ta pranosh, të thosh po, unë e çoj në vend, ose nëse ti mendon se këtë lloj amaneti nuk e çon në vend, atëherë qysh në moment tuaj nuk e bëj dot. Si më thon, më mirë një refuzim edhe pa pasoja, sesa një pranim edhe pastaj të ndjek, domethënë sa ti je gjallë mos zbatimi i këtij amaneti. Domethënë nuk ka dyshim se mos çuaja në vend e amanetit të marr përsipër kur është mundësia të i sjell njeriu të këqija dhe i sjell njeriu, domethënë pasojën e kësaj bote. Pasoja. Ndërkohë, për të kthyer pak thelbit të kësaj ngjarje, për të thënë që kemi këtu një plak ambicioze e cila ja kaloi një personi i cili ndoshta ishte meri si kjo plaka. Dhe ju përmendës se sahabët nuk linin rast dhe moment pa shfryzuar, dhe kjo ishte treguesi i ambicjes së tyre. Dhe kjo bën diferencën midis atij brezi dhe brezave tonë. Po ndërkohë ne do të jemi realistë dhe ne nuk jemi si sahabët. Jemi shumë larg këtyre. Dhe nuk kemi për atyre të cilët shfryzojnë çdo moment. E vërtetë është, e vërtetë. Ku do orientonit ju, po themi për besimtarët e kësaj kohe, cili do ishte shansi i tyre, nëse mund të themi kështu? Unë mendoj që shansi më i mirë që ne mund ta shfrytëzojmë, domethënë si rast më i mirë, domethënë që mund të shfrytëzohet i ambicjes lartë është për shembull të jemi korrekt me kërkesat që na ka bërë Zoti i Madh. Janë disa kërkesa që na ka bërë Zoti. Në këto neve nuk duhet të neglizhojmë, siç është puna e namazit, siç është puna e Ramazanit, siç është për shembull largimi nga disa harame, të cilat janë gjunahe që i bëjnë gjithë, mirë, por ne duhet dallohemi duke mos i bërë. Pastaj shanset janë ndryshme. Për shembull, rasti i volitshëm për mendimin tim që nuk duhet toleruar është rasti i studentëve. Domethënë, shansi, mundësia dhe rasti i tyre është të nxejnë sa më shumë, të përfitojnë sa më shumë, të lexojnë sa më shumë, të ngrenë nivelin e tyre intelektual. Duke parë si adhurim. Duke parë si adhurim gjithmonë, sepse ne muslimanët besojmë se çdo kërkim diturie është adhurim për Zotin xhelel xhelalu. Çdo kërkim diturie. Pra në momentin që njeriu e kërkon diturinë me shpresën dhe me besimin në Zot dhe duke menduar dhe shpresuar se do t'i bëjë dobi njerëzve, do t'i bëjë dobi vetes tij dhe familjes tij, kjo kohë studimi, edhe nëse zgjat 12 orë në ditë, atij shkruhet adhurim. Njësoj si dikush që po adhuron Zotin duke fal namaz suneta apo duke bërë adhurime, lexim Kur'ani e kështu me radhë. Ndryshon nga situata, për shembull, nëse dikush i ka prindrit gjallë, bekimi më i madh i jetës tij është me pas prindrit njërin apo të dy gjallë. Domethënë është një mundësi për të fituar kënaqësinë e Zotit. Prej mundësive që ne mund të shfrytëzojmë është të orientojmë njerëzit tek një e mirë kur ne nuk kemi mundësi ta bëjmë të mirën. Dhe ky është një shans që nuk duhet humb. Pse profeti Alayhis salam thonë, kush orienton për një të mirë, e merr shpërblimin njësoj si bërësi i të mirës. Për shembull, ne nuk kemi mundësi të bëjmë xhami me parët tona. Mirë po vjen dikush thotë duhet bëj një xhami. Ti oriento. Filan shoqat, filan person, filan merret me këtë punë. Pra nxiten ndërmjetëson për vepra të mira. Ndërmjetëson për vepra të mira. Dikush do të botojë një libër, ti s'ke mundësi të botosh libër. Dikush do të botojë, thotë dua të botoj libër, ku të shkoj? Ti orientoje se ku do të. Në momentin që ti orienton për mirë apo bësh sebeb për të larguar dikush nga e keqja, atëherë ti e merr shpërblimin. Për këtë arsye, si një pikë tjetër është udhëzimi i njerëzve, ftesa e njerëzve, t'u tregojmë njerëzve rrugën e Zotit, t'u tregojmë njerëzve Zotin, t'u tregojmë njerëzve mirësitë e Islamit, sepse ne ndoshta nuk kemi mundësi të bëjmë aq shumë. Mirë, po nëse bëhemi ne sebeb, sikur vetëm për 10 veta. Tani llogariti këto 10 veta, çfarëdo që të bëjnë në jetë, që mund të bëhen shumë devotshëm, mund të bëhen shumë përkushtuar, mund të bëhen shumë të ditur, mund të bëhen shumë të dobishëm për shoqërinë. 10 fishojnë, po themi, sevapin dhe shpërblimin. Po prit, s'ka mbaruar me kaq. Këta 10 mund të bëhen sebeb për të tjerë. Këta 10 do të kenë familjet e tyre, ndoshta shkon
pandashmëria e adhurimit të këtyre 10 personave deri në ditën e gjykimit. Dhe ti vjen përpara Zotit në botën tjetër, ndoshta me 10.000 veta sevap të shpërblim. Pra sevap dhe shpërblim 10.000 vetëve. Ti u bën faktikisht sebeb për 10 veta. Ora ti mund të bësh sebeb për një person. Për një person mund të bësh sebeb dhe ai ndryshon ndoshta jetën e njerëzve mbar. Domethënë edhe ty të vinë sevapet edhe shpërblimet. Le të themi shumë njerëz të mëdhenj ka parë historia e njerëzimit. Mirë, po sebepi i udhëzimit të tyre është një person. Është një fjalë, një moment, një fjalë, një moment. Kështu që njeti ynë është ajo që ne thamë më herët, ne duhet të jemi, si më thon, vazhdimisht vigjilent. Dhe nuk ka vend në këtë fe për naivitet, nuk ka vend në këtë fe për njerëz që jetojnë si në mjegull. Ambicie të ulta plagështim. Jo, duhet të jetë njeriu, domethënë shumë i mprehtë edhe shumë gjuajtës. Në momentin më të parë e shfrytëzon edhe me shpresën e Zotit e bëhet sebeb për mirësi për veten e tij dhe për brezat në vazhdim. Edhe përgjithësi njerëzit që janë ambicioz në fe dhe ambicioz në jetë. Pra, thosh ambicia e tyre nuk është se ndahet këtu ambicioz dhe këtu neglizhim. Ata që janë ambicioz hecin edhe në dynja, jep Zoti bereqet edhe në dynja dhe në ahiret. Nga një herë them, si me shaka e them që disa tregtar po të ishin hoxhallar do të ishin hoxhallarët më të suksesshëm. Pse? Se Zoti i Madh ka dhënë komunikimin, ja ka dhënë ambicien, di të komunikojë. Një që ju kishte gjumi kollaj. Disa njerëz unë ju kam thënë, dikujt i kam thënë, po ti të më thënë ti më mirë do të ishe një hoxh shumë i suksesshëm, shumë i dhënë, shumë pasionant, shumë energjik, edhe shumë i komunikueshëm, shumë i butë, shumë i shtruar, domethënë shumë i qetë. Pra janë disa njerëz që me të vërtetë është ajo që thua ti, domethënë që është ambicioz në jetë, është ambicioz edhe e kanë në natyrë. Mirë po, ka gjë që ne duhet ta dimë. Feja, nëse kuptohet mirë, nuk e lën njeriu në gjumë. Pra detyrimisht dhe nuk lejon tek njeriu plogështin. Plogështia, gjumi, përgjumja, dembelizmi janë tregues i dobësisë së fesë së njeriu. Sepse është e pamundur një njeri që beson se çdo minutë që ikën, domethënë, po ikën një pjesë nga jeta e tij, e shfrytëzoi ose nuk e shfrytëzoi, mbaroi, domethënë, iku çdo çast që ne kalojmë jetë është u shfrytëzua, nuk u shfrytëzua. Ky një që ka këtë lloj besimi dhe beson se vdekja mund të vinë nga momenti në moment dhe beson ahiretin, është e pamundur që të jetë i plogësh dhe mos të jetë i mprehtë. Kështu që faktikisht ai është tregues i besimit të mangët dhe i besimit të cunguar. Sepse është e pamundur një njeri që të ketë fe të mirë, të ketë besim të mirë dhe të jetë një jetë i plogësh apo të jetë i udhëtuar në jetë. Zoti shpëleftosh. Faleminderit, Zoti shpëleft. Dorë miq, këto ishin minutat e emisionit sot, folëm për një plagë, për një grua e cila në pamje të parë duket si një personazh shumë energjik, jo shumë ambicioz, mirë po ambicia e saj ka, po themi, frymëzuar brezat e tërë, duke filluar nga sahabët e deri në ditën e gjykimit. Zoti shpëlef dhe lut Zotin që dhe ne të jemi si kjo plaka e Beni Israilëve, që të mos lëm shans dhe mundësi pa shfrytzuar për që ambicioz, të suksesshëm, ashtu siç Hoxha e përmendi, në punët e dunjas, njerëz të gjallë, energjik, por gjithashtu dhe ambicioz në shpërblimet dhe faljen e Zotit. Zoti ju shpëlef, përmendim, ju takofshim. Selam aleikum.